mënyra ime se si e përgatis një oktapod me salcë në furrë. Vazhdojmë. Oktapodi normale. Salcë. Disa perime të ndryshme. Unë kam zgjedhur domate qeshi ose ndryshe pomodorini, spece, qep, hurdhër. Vazhdojmë. Vajin ekstra të vigjër, mos ta harrojmë. Kaperi, piper, kokër, krip kokër. Në fillim grofin pak tigan. Hedhim vaj ekstra të vigjër, mos harrojmë. Duhet i zirë paraprakisht. Pasi kemi skuqur perimet për disa minuta, vazhdojmë hedhim salcën. Kaperi. Majdanos. Pak rigon. Pak piper. Pak krip. Dhe të ruta në skuqet, vazhdojmë e montojmë në tavë. Rreth 10-15 minuta. Dhe oktapodi është gati.